Qyre Po 1.455 euro. 1.455 euro, gjithat blene. Do thonë 5.000 euro jenë shpenzu vetëm fara. Vetëm fort domatës. Për me dalë fara bima sigur. Që edhe asajës jenë mirabel, do që është fara shumë mirë. Do me thonë shumica njerëzve blen fidane të perinjve pastaj zbohen sepse blen pi njerëzve që e kanë nda farën, edhe ajo nuk prodhon. Do me thonë investojnë pak ka 5 euro edhe 55 euro. Do të me pas kujdes. Gjithmonë ku bleni. 5 euro, 10.000 farë dhe më thonë një buqar, Big Beef edhe mati, 10.000 farë kushtojnë 550 euro. 550 euro. Duhet më konë temperatura 30 gradë për me bi fidanët. Prej këtu i vendosin se të marrë dhe zonë. Dhe thonë lima fara është sigur të razë dhe limi. Kujdes, ku bleni. Këta trongu, ja? Po, E shalqina kemi javë? Shashtë? Baston. Baston po, e kom njën, është në serën tjetër, se koma një serë tjetër. Sa që kjo serë është? Çfarë lloj bastonit kemi javë? Kom njën qasi një kalushë. Gold Amerikan. Po, Gold Amerikan është si shiqeri janë. Qëta janë specat bardha? Pa janë specat bardh, Durabel Dora. Avni sa fije do mi marrë? Do me marrë 200 fije dhe një 50 fije, pa të gjonë janë 20 kostarica, një mjallë dhe të rana. Do me thonë tu e marrë Shumë të mija. Shumë të mija, edhe rasodin. Ka pas prodhim, ka pas. Rasodin, pos të beka i shahiti që original të putë. Qështë thot që është të dek. Si domatës si... Domatës çfarë lloji ki bek? Domatës jo Big Beef tjera. Big Beef. Po. Ka i tonë kjo po? Dhe më thonë, njëta firme e amatit që të thonë, Orlandos është. Tjetër lloj? Po më dhe amatit. Edhe amati. Po, në shëllim, së vëzëm në zhvillu, ka shtu shqip të zhvillu. Po, dhe ka svalës në një. Pika shitjes. Prej atje të vinë, tu ka dhe lula mushit, Magistralia Prizren Gjakov. Atje i të furnizohet këtu, dhe me thënë që veç u furnizu, dhe vendin për dini tash ku më ardhë.